Për ANKZAZ-s numër 81 kanë bërritur edhe kutitë e votimit, të cilat do të shpërndahen ditën e shtunë pranë 65 ambienteve që do të shërbejnë si qendra votimi në gjithë territorin e Bashkisë Gjirokastër. Ato janë vendosur në Pallatin e Sportit, ku është instaluar Komisioni Zonal i Administrimit të Zgjedhjeve Parlamentare të 11 majit. Janë 65 kuti për çdo qendër votimi, gjithashtu krahas këtyre kanë ardhur dhe kuti rezervë, të cilat janë 9 copë, domethënë të cilat përdoren ose në rast të dëmtimit në një kutie, ose kur një qendër votimi ka mbi 500 votues dhe kutia mbushet, atëherë ne përdorim një kuti rezervë, që mos të ngelet asnjë vot pa hedhur në kuti. Ndryshe nga herët e tjera, këtë vit kemi një risi që vulat dhe kutit nuk skanojnë, nuk mbushen më me dorë, por skanojnë. Në bazë të një programi që ne kemi të shkarkuar në një aplikacion, ne skanojmë me barkodin e kutisë, skanojmë dhe vullat dhe automatikisht sistemi i merr të gjitha dhe na del prituar çdo gjë që i duhet një qendër votimi. 24 orë para zgjedhjeve, siç e ka dhe ligji, duhet të shpërndahet baza materiale. Dhe ditën e shtunë, duke filluar që në mëngjes, ne do fillojmë që në qendrat më të largëta, duke afruar dhe qendrat më të afërta, domethënë që mos të ketë fluks dhe mos të presin njerëzit në radhë, do shpërndajmë gjithë baza materiale. Nga gjithë baza materiale domosdoshme për ditën e votimeve, sipas kryetarit të KZAZ-s 81, Yasemin Gjollesha, mungojnë vetëm pajisjet elektronike të identifikimit, të cilat pritet të vinë të mërkurën. Si shikoni, kamerat kanë ardhur dhe mungojnë vetëm pajisja PEI, e cila merret me identifikimin e votuesve. Kodet e sigurisë kanë ardhur të gjitha, vullat e kryetare, vullat e qendrës votimit pothuajse të gjitha kanë ardhur, gjitha proceset verbale kanë ardhur dhe pothuajse është gjithçka gati për të zhvillimin e procesi. Pajisjet PEI kur do të mbri? Pajisjet PEI maksimumi ditën e nesme do të jenë këtu. Në listat e Bashkisë Gjirokastër numërohen 40.510 zgjedhës, ndërsa në rang qarku nga diaspora pritet të votojnë mbi 8.000 emigrantë.